Pavarësisht ndryshimit të qeverisë në Londër, duket se për shqiptarët politika e azilit mbetet e njëjtë dhe me masa akoma edhe më të ashpra madje me laboristët në fuqi. Ata që menduan se largimi i Suella Braverman do t'i jepte fund retorikës së ashpër ndaj emigrantëve që hyjnë nga Shqipëria në ishull, sot ndihen të zhgënjyer. Pasuesja e saj në Ministrinë e Brendshme, laboristja Shabana Mahmud, vetëm pak muaj pas marrjes së detyrës, ka prezantuar planin më të gjerë të ristrukturimit të sistemit të azilit në 40 vitet e fundit dhe në qendër të tij janë pikërisht rreth 700 familje shqiptare, të cilave u është refuzuar kërkesa për azil. Për shembull, thot ajo, ka rreth 700 familje shqiptare kërkesat e të cilave për azil janë refuzuar, megjithatë largimi i tyre nuk po zbatohet aktualisht nga Ministria e Brendshme, pavarësisht se Shqipëria ka një standard të artë bashkëpunimi me Mbretërinë e Bashkuar për kthimet dhe është nënshkruese e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit. Ne do të nisim një konsultim mbi procesin e zbatimit të largimit të këtyre familjeve, përfshirë edhe fëmijët, deklaroi një ditë më parë në parlament Shabana Mahmud, teksa tregoi ndryshimet drastike të ligjit të emigracionit. Masa ndërkohë kanë shkaktuar shqetësime edhe brenda vetë Partisë Laboriste, që pranojnë se deportimi i fëmijëve dhe familjeve konsiderohet i dhimbshëm dhe politikisht delikat. Pavarësisht se Shqipëria vlerësohet nga Mbretëria e Bashkuar si një partner i besueshëm në rikthimin e shtetasve të saj, vendi ynë është rikthyer në qendër të debatit britanik për emigracionin.